kthyer në spektaklin tonë, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, jemi në Odeon, në Radio Televizionin 21. Për çdo javë kemi mysafir nga më interesante, të ndryshëm, të profesioneve të ndryshme, përvoja interesante, pista të shtruara mirë për gjeneratat e ardhshme, përvoja punë shkencore, dije e kështu me radhë. Sonte kemi fatin e mirë e të radhë që ta kemi mysafir një profesor shumë të nderuar. Absolutisht që ka lënë gjurmë në jetën e tij, në botën e arsimit, e të jetës edhe sociale e shoqërore shqiptare në përgjithësi, e sidomos këtu në Kosovë. Zonë e zotëri, do të vi për ju, për ne, për të gjithë, profesori nderuar Riza Krasniqi. Profesor, mi se erdhe. Faleminderit për ftesë. Të lutem. Ndi veten të nderuar, si jam pjesë e Odeonit, një spektakli që na gjitha adhurojmë dhe shumë faleminderit për krejt kontributin e juaj të dhënë nëpërmes Odeonit. Profesor, faleminderit shumë, me të falenderuar nga zemra se pesha e mësuesit edhe pesha e qiellit nuk maten. Juve vleni për një profesor të nderuar e të përshëndetur nga krejt gjeneratat që i takoj të asajone në përgjithësi, por edhe më pas. Po kur themi të asajone, në realitet, prej cilës onë na vjen profesori? Unë vin nga Peja, nga regioni Dugaxhinit. A Pejon ta mama? Jo. Prej ardhen e kom nga fshati Lybeniq. Lybeniq. Ku ka ndodhur masakra e që për kryt banorit është më e madhja në Kosovë. Mirë po kam linë në Pej, shkollën fillore dhe gjimnazin e kam përfunduar në Pej. Fakultetin Elektroteknik Dega Energjetik 1977-82 në Prishtinë. Në Prishtinë. Kështu me radhë. Po, gjenerata jote kanë shku, se kogja dhe në atë kohë u ka në synimi me shku në Elektro Kosova atëherë, ose në fabrika, ju zgjodhet në realitet profesionin e profesorit. E kishit dëshirë mësim dhënien? Në më rastësia një do më thanë shumë. 1982 të Naim Hoxha ishte drejtori Kosovës B. Na tha, na ishin diku 13 studenta në vit 5. Kush dënë me punun Kosovën B ka banesën. Unë shkova me gzim Pej dhe thash babës, që shtu përna e pin banesën. Babë tha që ku i ki shpin Pej. Edhe me konë me jetu une veç me nanën tonde. Fjalla babës ishte ligjë. Edhe u ktheve. U ktheva në Pej. Diku mbas një jave një kojshi tha, mundesh po më regjistru në gjimnaz. Shkova në gjimnaz, për me ndihmu ati. Një profesor një mënulli që tha, apo punon në gjimnaz, a dënë me ardhë, thash po, kur më janë njës punës nesër. Fillova, kështë një afat shkurt edhe... Edhe vazhdova aty. Veç u dashurova aty, përderi sa ke nejtë edhe përderi sa... Profesioni arsimit është profesioni, është mision, bilon pritoj mi thonë, është mision një jetës. Se është knatësi jashtëzakonisht e madhe mi mësu rinin, edhe ne mburëshim në atë kohë, është knatësi jashtëzakonisht e madhe kur ke rezultate. Edhe kishe rezultate, se shumë i përmenin, profesor. Qka ke bon nuk e di, po diqka ju ke bon, se gjithë gjeneratat që i takoj, vërtet ju përmenin një profesor shumë vull në atë pjesë. Kur kom fillu, ka arë një hoqë bile ka qenë, shok i babës edhe po më pyet Riz, a po ki trem, thash po vëlla dhe sa dik, se da e thirëshem. Tha, ti mësoj unë e 30 sende, që fillojnë me dë, edhe kur mos u frigo. Thash fol dhe sa dik. Tha, mas pari duesh me pas dije për landin që e jep. E dyta, duesh me pas durim, se në zanës vinë me problemet ndryshme. Edhe treta, tha, duesh me pas drejtësi, kur i noton zanëst, me qeni drejt. Jo mundu këto 3 parime, të dhe sa dik, që sot e përmendi. Edhe mendoj që çdo profesor që i ka këto 3-jat, do t'jetë profesor i mirë. Pastaj në zanë se shtu në disiplinë, do të me ditë me mbajt disiplinën e kështu me radhë. Po shpesh dhe isha 3 dëja. Po këto dë të shtoheshin, këto dë. Po Daja Sadik sigurisht nuk jeton ma? Ja. Edhe këtu prej skenës mujna me i dhonë për homazh veç duar të rështiti. Profesor, në realitet e kemi një sebeb mirë, me të thonë të drejtën, Kogja motit kemi prit që të na vish, musafir, si një
profesor i nderuar, një erudit, një njeri që ka dhënë shembuj të mirë edhe vetë edhe me familjen edhe me rrethin edhe si duket këtë herë ki ndërmend këtë me sprovu edhe në garën për deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës, të asaj Kosovë që e kemi dëshiru të lirë 3.000 vjetë, shoqërzotit e përjetojmë dhe, po e rëndësishme është që sot cilëmi si duhet, qysh jemi sjellë në arsim e në punë me ndaj saj. Një jetë e gjatë në arsim, edhe në angazhim publik, se do të flasim për një angazhim të jashtëzakonshëm publik që e ke pas. Po pse vendose vërtet që të kandidosh për kuvendin e Republikës Kosovës? Na ime ekzistojnë disa arsye. Mas pari them, oferta kom pas moti. A ke pas? Po. E shumë mirë. Kjo po vjen mirë, pej partive të ndryshme, apo? Po, të ndryshme. Mos them. Edhe po ju thojsha shiqoni, nuk jam politikan i mirë. Pse thojshin ku pedin? Thojsha, të kisha qenë luftën e parë botnore, isha ba me Austro-Hungarin, e kisha hup luftën. Të kisha qenë luftën e dytë botnore politikan, isha ba me Gjermanin. Se na ofroi. Edhe prap isha ba me hup. E kishim hup luftën. E kishim hup luftën. Do të thonë nuk di mu bo me fitusin. Këto e kisha arsyetim, se vështirë me, po tash, para një mujve me një shok, në mbrëmje. Edhe po më pyet, Riz, çka ki zhigën jetë? Çka të mbetet, kështu që, tash janë disa, po më kujtohet, 1996 në kom pas babën smut për i kancerit. Një ndërmiqt më të mirë që kom pas ka qenë Azem Shkreli, edhe konsideroj njeriu më të mëshëm që e kom njoft. Edhe po thot Riz, apo shkojmë Tiranë. Se ishte një mjek atje dhe shkum Tiranë me babën me qunë spital. Natën e tretë po vjen Azemi tha, Riza të shkojmë të dritë Ragolli me ndajtë sonte. Unë e kisha ondër. Thash, Azem, unë me një konvi të dritë Ragolli. Se jo, edhe shkum të dritë Ragolli edhe fillum. Dritë Ragolli kishte pak me pije, një meze, pa Azemi dikur janë nisi bukurashpër. Çka po duhet tha Partia Socialiste? Ti e ki partinë e lexuesve, ti e ki partinë e krejt shqiptarëve. Ty Partia Socialiste vetëm në slogan. Edhe tash ku e matirati. Dritër tash s'ka që kam i full. Kur e mur dritër o ma qëtësine vetë, Azem tha, krejt i di. Po tërhiq u ti, tërhiq une. Kush po vendos për kulturën tonë? Një malok. Kur vendosa i maloku, mos thuj pse s'po mi botojnë poezinë. Leta është në kafe më konë me dhonë kontributin. Po duesh me... Edhe më konë kritikus, bile. Duesh me... Edhe pitova ati shoku që ashtu, dhe pse Riz ti nuk po hynë politikë? Se ta nuk pi përdorë që ato po thunë kafe. Një intelektual që e konsideron vetën intelektual, që mendon që mundet me kontribu, leta provon vetën. Do të me hi të veni. Do të me hi. Në kafe tonë jemi patriota, po kur kush prej kafes nuk kontribon. Kjo është një ndër arsyet. Po, në realitet, çfarë ju motivon? Ajo çfarë ju motivon pak a shumë e pa në këto që ka folëm deri tash, që të hysh nga fusha arsimit edhe angazhimit shoqëror në politikë direkt. Mendon se përmes saj do të realizosh diçka të veçantë që e synon? Unë kom disa projekte në jetë. Se çështja kombëtare çdo ka interesu, edhe e kom thënë publikisht. Po nuk e realizum çështjen kombëtare si duhet, edhe familjen do e humbi. Edhe, për shembull, është një projekt për Anton Qeten që e kem pas për një shtatore. Mu ka desh 10 vjet, jo mu, na u ka desh, se ka qenë Mulla Gjevati, Dom Lurgjergjin ekip. Nuk kem lanë zyret të ndonjë politikani pa vizitu. Edhe gjithë thëshin, po, ani, po, e bajmë mujnë tjetër, po na u desh 10 vjet me realizu një shtatore. Një shtatore. Një shtatore 10 vjet. E jo në disa projekte tjera, kër një shok po thot, Riz, pa hynë politik, nuk mundësh asnjë projekt me realizu. Asnjë projekt kombëtar si duhet. Kur je pjesë e politikës, unë i kom edhe disa projekte tjera, të cilat mendoj që do t'jenë të dobishme për çështjen kombëtare. Një projekt për përmendi. Unë mendoj që Anton Qeta nuk meriton shtatore, meriton memorial. Meriton memorial ku pas ti do t'jenë emrat e gjithë atyre që kanë falë. Se disa herë kem thonë, po, herojt të vërtet televizjes dhe të vetmit heroj janë ata që kanë falë. Ne të tjerë kemi qenë argat. Kurse, argatët kërkun së përmenden. Heroj duhet mu përmend. Lëvizja për pajtimin e gjasheve. Më solle vetë këtu, se kisha
keni qenë pjesë shumë aktive lëvizjes për pajtimin e gjaçeve. Çfarë mësimi më të madh morët nga ajo periudhë e që mendoni ta përdorni sot në politikë? Masi po hynin në politikë. Po, disa pyetje të cilat shumë herë na i kanë bërë gazetarët. Se pajtimin e parë kemi bën Raushiq me 10 shkurtimi 1990. A të kujtohet, a? Po, detajet i di. Mbas 80 dite, te verrat e Lukës Minimaj janë mbledh 500.000 vet. Do të thonë unë shpesh e them, sikur një herë në historinë tonë, 80 ditëshin e ka edhe populli shqiptar. Se ditën e parë në Raushiq jam kon 22. Mbas 80 dite e mbo 500.000. 500.000. Edhe na kanë pyet shumë herë çka, cila është. Unë mendoj që lëvizja për pajtimin e gjaçeve i kishte 3 shtylla. Ne e kishte rolin madhështor të nënave dhe motrave tona. Idenë për pajtimin e gjaçeve e ka dhënë Have Shala. Njeriu i parë me të cilin Hava ka komuniku ka qenë Mirveti Dreshaj. Fatbarësisht të dyja nxënësit mijat, me të cilat unë mburem. Do të thonë, roli madhështor, qoftë që kem për ide, qoftë kur kem vrapu për mu falë gjaçet, se kur shkoj ke Hava, Mirvetja, Zogja, shoqet që i kem pas, edhe luçin atë migjen në të burra, pa shfrytëzën e Zotit, ishtë tjetër atmosferë. Nuk po i kemi thonë jo. Roli i nanave tona në faljen e gjaçeve ka qenë madhështor, nuk në histori është vështirë me gjetë. Sot pritoj me shku ka do fshatra, kur në kujtojnë do raste kur nënat dhe motra tona i kanë falë gjaçet, që janë dhimbshme. Edhe unë mirë po i shqarqja kombëtare në pyetje. Vetëm një po e tregoj se shku në një fshat, mos më pyet emra, mos më pyet mos e... Jësë janë shumë. Edhe ai ishte mësues, tha, unë e fali po motra. Erdh motra se Anton Qeta i tha po mër le të vjen, ajo tregoi tha, kom dalë në tokë me punu me tokën me baben. Kanë ardhur kojshit edhe me shytni. Ma kanë rre. E kom marrë qashtu, me qunë spital, në kërtë kuali atëherë. Rrugës baba ka thonë, amanet nëse des mos e falë gjopë. Qka me bo? Na kur s'kishim qka me bo, i qim, tonë e këshim Anton Qetën që shtu, qka pëna... Qa po thotaj? Edhe profesorit anë regull të kuptojmë. Apo vjen me neve me në ndihmu rase tjera. Tha po. Erra dit, ishte shtunde, nesit ka dreka se ishën kërë me mu, me profesor Anton Qetën, me Ramiz Kelmendin. Po thot, po shkojmë në shpi. Pem ledhi vlaun e kuptum që po do në me falë. Edhe e prishëm shpejt, u morëm vesh me studenta, se organizojshim Have në Mirvetin këta, po shkojmë se tu i shku rrugës, tash ishin fshatrat, fillim fshatrave ishin vorët. Kërkoj mundal të vorri babës, janë i shkoj të vorri, na i shkum për mbas. Ja kërkoj halalin, ta s'po muj me majt. Se interesi i Kosovës, ko ka maj malë se abanetit që mba kilon. Profesor. Interesi i Kosovës ishte madhështor na im. E bukur, ha? Çdo gjë për interes, o dhanë. Po më, e para thash ishte roli dhe ndikimi i nanave dhe motrave tona. Bile me desh me vaj garin a shpesh e ngutshim Anton Qetën, thëshim na prishe sobën e burrave. Na i let ashtë edhe gratë me hinë so burrave dhe... Roli tyne ndoshta shihet edhe në një rast. Nuk na falen so burrave. Edhe kur dolem Bajram Kelmendi, avokati i njohur që ka qenë prej pajtimit të parë me ne, pi thot Havës, shkon ju te gratë e kryni punë tash. Tash unë jam kon pak ma, tash lebre Bajram, s'po mundem na burra në co burrave, po dojnë këto. Po kryni këto. Lemos, ta se kime pa. Shtundën tjetër, premte nu takoshim me studenta për me bë orarin, po flas për komunë të Pejes. Kur Hava po thot, profesor po shkojmë që tu, tash Havë jem kon s'na kanë fal. Jo tha tash e falin. Tasha për me e kia. E Bajrami të na thëjke, sa është që na dështojmë co burrav, lej këto rrisë se këto krynë punë. Dhe më thonë në konë rol i pa për shkruan. Këto shot e Galica, ta? Po. Pra ndaj, në shtatore, unë po mendu fjallin e Bajram Kelmendit. Sa është që na burra dështojmë, lej Have në Mirvetin edhe krynë punë. Krynë. Shtylla dytë. Shtylla dytë ka qenë harmonia fetare. Lëvizjes, bilem kujtohet një rast e kom përmendur zikun, kur një gazetare huja e thiri profesor Mark Krasniqi në intervistën isha afer.
Tha, po flitet që në Kosovë po dojnë me bo një shtet musliman. A i një shqiptarët e besimit krishter të diskriminuar, i tha, po, jemi. Tasha gazetarja tha, a bë një shembull. Po, tha, e pave sot, ne na quajshin na im krushtit e pajtimit në atë kohë. I pave tha tonve, janë, sa janë konë, 30, 40 kemë qenë kështu. 30 muslimon, një katolik. Qaj katolik tha ju prind tonve, qaj katolik jo mund. Tash e gazetarja si gazetare pak ma, pi thot, profesor, kjo mundet me qenë rasti. Dhe nëse o rasti, shko këshur në Drenicë, ati ki janë të nqetin që ju prind tonve. Këshur sa muslimon janë sa katolik. Nëse duke ta kjo rasti, prap. Shqiptarët hero, komtarët, ta kemi Gjergj Kastriotin dhe nanën Teres. As njoni që në musliman. Jo, tha u bim. E mbyllim këtu, se mu përgjigje. Do me thonë, harmonia fetare ka qenë shtylla, 1, 2, 3. Mulla Gjevati don Lërgjirgji. Në misione me ta. Kështu direkt, njëni prej xhamie, tjetri prej kishe. Po, ndoni, edhe për shembull, në atë kohë jem shkuar në kisha në xhamia, nuk ka kqyr kush ku po. Edhe bilon e kom përmend një herë, tash nga herë historia e cjell. Pajtimin e parë kur e kemi bën Raushish, njëri prej atyre palëve ka bëu ben Kur'an. Ishte mosmarrveshja si edhe tash kur mbas një kohë po pyeti gazetar. Qysh u bë pajtimi parë pi tregoj. Tha zoti Krasniqi një gabim, m'fal tha Bibla për shkruaj. Se Anton Qeta me Biblën, tash jo Anton Qeta me Kur'anin. Me Kur'anin. Edhe detona na unë, edhe kom kur këtë se ka përmend na. Pse gazetari huj? E jashtëzakonshme. Vlerë e madhe këtij kombi me një ndër arsyet është se pyet e parë se pse po shkon? Pse po shkoj është me mujt që to 3 vlera me akthy shoqënisë tonë. Se do t'i kishim punë, mos thon shumë më mirë, sikur t'i kishim to 3 sot, qysh i kishim kohën e pajtimeve gjaqeve. Po si mund të shërbej fryma e pajtimit, unitetit dhe dialogut që e përjetuat në atë kohë për ndërtimin e një Kosove më të bashkuar? O nem, nëse atëherë nanat, motrat, printan e kanë falë gjakun e djalit Hastretit. Unë e kom pa nanë që i ka falë 4 gjaqe, 4 djemja kanë ra. Nëse jem konë gjendje për çështje kombëtare, është domosdoshmëri sot, për çështje kombëtare, mja falë fjalë që ja them njëri tjetrit. Edhe urrejtja që u kriju ndaj njëri tjetrit. S'guxon me ekzistu, ose themi, duhet më konë shumë më e vogël se sa dashuria për Kosovën. Dashuria për Kosovën duhet jetë shumë më e madhe se çdo gjë tjetër. Se çdo gjë tjetër. Edhe më ju tregu politikajve tonë që njerëz kanë falë çdo gjë të mundshme për një Kosovë të lirë. E tash është shtur për neve. Shumë herë që kanë dëgjojmë në kuvendin tonë në tonë. Në nivele tjera, për kur gjan, ke thonë, ma ke... A i një taku kështu, kjo lista e deputetve të LDK-s, më intereson që kjo frym, a mos ka fillu me marë... Unë besoj që pikrish për që të frymë edhe më kanë ftu. Për me... Po, gjëra shumë bukura, na i ke thonë që në fillim, në realitet, ne prezentove programin tëmë, ta quj kështu, që të ingranuar brenda programit partis, po tëndit si vlera tua, të një profesori, që e presim që, po, halo, më ndryshe, që ka me ndonë profesori me ofru në? Profesori, unë e konsideroj vete në gjithon që kam qenë profesori suksesshëm, jam prindi suksesshëm. Si profesori suksesshëm, në vitin 1996 e kom shru librin e parë, ABC kompjuterve, ku në parathanje shkruan që së shpejti edhe tek ne, njerëz me kompjuter do të punojnë nga shtëpia. Vilim kujtohet atër disa kolegëve që na i garë, thëshim, rroga ka më marrë në shtëpi, a kemi me marrë në gjimnaz. O thësha, edhe ju që zini me punu, shumë shpejt keni me qenë analfabet kohës. Erdhi ajo kohë. Ose du të mu update, mu... Nuk... Edhe erdhi ajo kohë. 96, 30 vjetë, profesor? 30 vjetë. Parashikim goxha, se edhe në përbot ka qenë shumë i rrallë ky parashikim. 96-ën. Po, e kom besu kompjuterin, i kom besu ardhmëris, edhe kom pasi domosdoshme. Ose, unë thash që, besoj që, unë edhe dhe tash, kur shumë pak kom folë do t'a bëj këte, do t'a bëj ate. Sepse mendoj që rezultatet cilat i kom pas deri tash, flasim për to. Edhe,
Nuk flas do të bëj këtë, do të bëj atë, sepse vetëm ata që s'kan bërë kur gjon jetë, thonë do ta bëj këtë, do ta bëj atë. Unë jam shumë, e kom bërë këto flasim, do t'i vazhdojmë që ato. Ka rezultate që tu. Për shkollë, do të insistoj në një ide time, për shembull që kom pas para 12 vjetë në një emision televiziv që kom thënë, dhe qëndroj do të bëj çmos që gjithë ata studenta nga Kosova. Në Oksigeni ka thënë këtu. Po. Në Oksigjen të besimi, a? Po. Se janë bërë shumë emision. Më falë. Edhe çdo student nga Kosova që i plotson kushtet dhe regjistrohet në 100 universitetet më të mira të botës, shteti duhet m'ia pagu shkollimin. Edhe nuk na kushton shtrejt, sepse është vështirë mu regjistru. Tek ne nuk flitet që në Harvard, po i ki $200,000 tornat vjetore, ma pak se 200.000, i ki $199,000, shkollimi është pa pare, është problemi mu regjistru. Se pasaj shkollimi është automatikisht pa pare. Nëse ke kalu testin, po, nëse ki e $200,000, se si ki e torna vjetore, vjetore, te vazhdon shkollimin ta paguajnë ata. Ata e paguajnë komplet. A kështu ka ndodhur me djalin tënd? Po. Se si kom pas $200,000. Si ke pas 200.000? Edhe çish profesor si ke pas $200,000? Tjetër ko. Edhe vajza. Edhe ka kryer Washington. Po ashtu, do me thonë, do t'insistoj që më ju treguri nis tonë që ju vetëm mësoni, shteti mendon për ju. Shteti i Kosovës. Po dhe do të insistosh që shteti me bë këtë. Po. Për këtë që mësoj. Kjo është një ndër arsyet pse do të një lloj stipendimi apo shtyrje hapje mundësive për të konkurruar me shku çdo ditë më ju treguan gjimnaze, në për shkolla çdo kund, për televizione, që ju mësoni, ju e keni detyrë me mësu. Na kryjm këto punë tjera. Besoj që 90% do të ngritet shumë edhe niveli i mësimit në shkollat mesme, se fëmia ka me ditë që nëse mëson, e ka një shtet që mendon për ta. Edhe ka vendin e siguruar në universitetet më të mira në botë, e siguron jetën. Çka do t'i bindi fëmijët? Mësoni 4 vjet në gjimnazë, në shkollat mesme. 40 vjet e keni të siguruar jetën super të mirë. E keni 4 vjet, 5 vjet në universitetet më të mira botërore, se keni një shoqëri, keni një shtet i cili mendon për ju. Edhe do të fitojmë ne si shtet. Edhe do të fitojmë fëmia jonë. Se problemin kryesor sot rinia e ka në motivim. Motivin, pse me mësu? Unë i shohër fëmia rrugës, kur ju thonë kështu, do të po pse me mësu, pe kry fakultetin kamarjer. Jo bre, po çka thot, e përmend, filon shoku. E ka 9.5 notën mesatare, punon kamarjer. Si me motivu? Kur i thuti shkon në universitetet më të mira në botë, e shef Harvardin, e shef Washingtonin, e shef ato, edhe tjetër atmosfera. Ku ka mbet djali mas Harvardit? Për momentin, ka mbet në Boston, punon në një ndër 4 ndërmarrjet më të mëdha botërore, si këshilltar, po, ne kemi shumë suksese në jetë. Në suksesi më i madh është e kem çliru Kosovën, që në ata janë. E kem pajtimin e gjaqeve, që është një ndër diçka biblike. Mirë po, nëse nuk arrim që fëmijëve tonë m'ja mundësu që në Kosovë me jetu si duhet, na kem dështu. Riza Krasniqi e konsideron veten dështum, nëse Drini nuk kthehet. E kam një pyetje pastaj ç'a të bëjmë që me po të pyeta praktikisht edhe për djalin edhe për vajzën. Ju i keni dy vajzat. Po. Që po ashtu kanë studiu jashtë. Po, vajza e dytë për momentin në Ljubljan, besoj për 3 muaj duhet me magjistru, vajza madhe. Në shkencat? Ndikimi i shkencës digjitale në shoqëri. Përsëri aty ka baba. Po, aty. Tringa është vajza madhe, ka kryer në Washington, në Universitetin George Washington magistraturën, në ekonomi, diçka ndërmarrësi këto tash, po janë degte ndryshme. Po edhe Drini në Harvard. Drini në Harvard. A Drini ja vune për shkak Drinit? Ideja bashkimi kombëtar. Bashkimi. Se në generata vjetër e kemi se vetëm Drini na i bashkon. O, jo profesor, që ashtu na indoktrinojshim të na nauqëshim kundër Jugosllavisë, çka me bon? Kështu. Profesor, të pyeta për fëmijët, sepse rrëfimi mirë i profesorit të suksesshëm, që i ka mësuar mirë fëmijët, që fëmijët një ditë janë regjistru, por rrëfim e tregimi mirë për të tjerët, se si hapën dyert e Harvardit,
se si hapen dyert e Washingtonit, se si hapen dyert e vendeve të tjera në shkencë. Kur të shkojsh aty, të nej profesor për mëson modelin, ti nuk metesh ma i varën, a ka me mështi në punë, a i tjetër, a s'ka me mështi. Nëse nuk mështi në punë, nëse ky vend jo nuk krijon vend e punë, këta njerëz gjejnë vend e punë dika tjetër. E rëndësishme është t'i kthejmë e t'i shfrytëzojmë këtu. Si e mendon modelin që ndikimi juaj në aspektin politik e pastaj të zhvillimit ekonomik në përgjithësi të vendit të bëjë që të rinjtë tanë të mos migrojnë edhe nëse i mbarojnë shkollat e mëdha në përbot. Po të kthehen në atë ku do ta kenë vendin e merituar, e të respektuar, po do të jetojnë mirë, por mos me kërku më shku jashtë. Unë kom shumë mos paveç që kur thojnë Amerika vendi mundësive. Unë thë ma shumë se Amerika, Kosova vendi mundësive. Sikur Kosova, e shpresoj që do e kemi, se mbetën pare, po a thanë atë shtyllën e tretë, që thash mundohën atë 3 shtylla. Shtylla tretë lapsus lingve, ke thonë e treta mendova që mbyllëm. Po? E treta është ndërshmëria udhëheqjes. Mu vjen keq me thonë, po, profesor Anton Qeta ka vdek materialisht i varfër. Po. Profesor Mark Krasniqi ka vdek në një banesë që ka marrë para 40 vjete. Edhe, pas sa vite zhumban për lëvizjes për pajtimin e gjaqeve, ende nuk ekziston një njeri që thot i kom dhënë 10 marka për pajtim. Do të thonë gjithna që kemi vrapu me paret tona, me harximet tona. Edhe, sikur këto 3 shtylla, unë besoj që do ja kthejmë shoqërisë shumë shpejt me angazhimin ton. Kur këto 3 shtylla do të jenë Kosovë, na do të jemë tjetër Kosovë. Çka mendon që vendet udhëheqëse duhet kuptohen si vende në shërbim, e jo vende për opcione dhe mundësi egocentriste për veten e tyre? Unë kom besim të plot që vendet udhëheqëse duhet jenë shërbim të popullit. Edhe kom një bindje timen. Se mund kanë thonë disa herë, ke kontribu shumë, Thëmë qaj që kontribon shumë, prej Zotit i ka dhuratat. Unë dhuratat i kom prej Zotit. Na e kem sot një jetë, që unë, kër jam këthy prej luftës, 40 vjeqar, më pa thonë dikush, që gjysën e qetyne që i kam sot, unë, ju, tjetri, unë isha dek për gëzimit, e kisha në nëshkru. E sot, prap të pa knaqun. Në këtë aspekt, duhet me këqyr pak. Kosova është vendi mundësive dhe do të zhvillohet. Unë mos me besun këto, unë nuk isha kandidu. Se i kom gjithat, s'kom nevoj me... Çfarë do të bërë, kështu, ma konkretisht që rinijat mos e si shprehës migrimin, po të mbetet në... Sepse po du mu nisë prej fëmijëve tu, që kanë kriju pavarësinë intelektuale, në ma e guri me i qita ta do të gjinden sot. Spari, kur rinia e merr vesh që ka shtet, se shteti po investon to, ndryshe mendon. Është një obligim moral. Ne më na u kthy 3/4 të Harvardit. Kosovës nuk i duhet, na nuk jem 100 milion njerëz. Me i qunë janë 1000 e mas 4 vjetëve me na u kthy gjysa? 100 më kthy. 100 më kthy. Unë besoj që të gjithë kthehen, sepse Kosova është vend i mirë. Bile djali shpesh thot Kosova vendi se fas. Mos harrojmë që në Amerikë punohet. Djali tregon, thot kur na lëshojnë ora 10 ose 11 mbrëmje, shkojmë gëzushëm në shtëpi. Po flas për hane, marte, mërkure, ejte, premte. Premte thot diku deri ka ora 9. Do të thonë atje punohet. Bile kur isha në punë të ku je babi tu i pi kafe. Që shpon babi të kemi pi kafe në orar të punës. E këtu e kem disiplina ndaj punës. Një doktor i till i suksesshëm si puna e fëmijëve tuaj, që janë model i mirë, po model i modelit i profesorit, që unë besoj që nxënësit tuaj po na dëgjojnë, edhe shpresoj që ju rritët shpresa dhe më shumë se aksiov pe votoj profesorin edhe barem në një segment do të godasim mirë. Po, ky doktor i suksesshëm në Salzburg, në një punë që e bëmte në një spital tjetër, dhe në atë përshkrimin e raporteve, marrëdhënies, e marrëveshjes që u bë për, e para ishte licenca që ishte shumë e rëndësishme për atë spitalin. Edhe tashi, një 2 djemë të cilve ju flisnim se mirë është me mësu, thanë, e qka është kjo, i thash, a peshe, kjo si të vjerë diplomen, ka pare. E pastaj, kur të fillon edhe me operu, ka edhe ma shumë, e thash, adin kjo si motiv. Edhe dëshira për me jetu në Kosovë, se djali jam kur vjen këtu,
mos thonë populloshe, është dikushi, tonë e këshyrin. Në Amerikë është 1 ndër 1 milion a 10 milion. Këtu është faktor, ndryshe bisedohet. Edhe dëshira me qëndru në vendlindje, është dëshira më normale në jetë. Këta tonë që jetojnë jashtë, nuk jetojnë prej që kanë dëshirë me jetu. Se s'ka njeri që s'ka dëshirë me jetu në vendlindjet vete. E ne do të zhvillojmë Kosovën, të betohem që kanë më këtë. E kem obligim. Pa, sigurisht. E kem obligim. Plus, sot mundësia e komunikimit, e interkomunikimit shkencore, diturine, në kohën tuaj, përdhëtimin, disa luftë, sa përpjekja është dashur me bë për me siguru literaturën. Sot, veç prekum kompjuterin, ato që e ke thonë në 96-ën, hapet dritarja e biologjisë, kimisë, astrofizikës, fizikës, çka u bën në Amerikë sot, e shohim në Kosovë, edhe mund ta zhvillojmë. Mund pyet tash çka të kujtohet për fakultetit, kujtohet kur një shok na patru për Beogradit një libër osove elektrotechnike serbisht. Ajo kur një ndërditë tek Zoom një temë si student. Absolutisht, bazat e elektroteknikës. Bazat e elektroteknikës, Jovan Surutka, kur na ka pru një shok librin. Kurse sot të njëjtën informacion e merr fëmia jon këtu, prej CNN-it, njëjtën sekondë merr edhe djali jam që është në Amerikë. Nuk ka dallim. Prandaj do të kthehen në Kosovë edhe të betohem që ka me tarë çudi sa kemi, se edhe kur ja kemi nisë lëvizjen për pajtimin e gjaqeve. Ideja ka 32 gjaqe mi fal. Se e kom lisin janë Pse 32? Se janë 32 të vrarë deri atëherë për policisë serbe. Edhe një farë mënyre me i simbolik. E mbarrit e mbi 1000. Mbi 1000. Edhe këtu kemi me korë sukses. Edhe kulmin. Edhe këtu po të betohem. E ke këtë shpresë? Jo shpresë, kom besim të plot. Sa je optimist për të? 1.000.000%. Sa mirë, profesori. Në këty 40 vjeqarë për i lusë. Edhe kur jëmë këty në shpe, krejt ka qenë e djekne. Me një nanë plak. Si Feniksi u ngritëm në... Shoqja 7 zane. Do më thonë mund të 2 bëjmë. vajza. E kem obligim dhe do të bëjmë bes. E kem obligim dhe do të bëjmë. Çfarë roli mund të ketë diaspora në zhvillimin ekonomik dhe institucional të Kosovës, me që flitet shumë në luftën për votë, tani për diasporën, ata dhe veç për rrisin numrin të u regjistru? Mendoj që një ndër lëshimet të qeverive është se nuk kem pas kujdes të duhur ndaj diasporës. Diaspora pare ka, dëshirë mu këthy ka, po ne ka i herë. Edhe ato pare i kanë pru gjithë? Po. E si kanë alë hiç? Ne nga i herë nuk kem ditë mu sjell me ta. Ka qenë një byrokraci e tepërt. Për një dokument jem sjell jo si duhet me ta. Tash edhe kur je jashtë atë dheut, edhe kur do një gjë me bë për atë dheun, e atë dheu pak nuk të pret si duhet. Është një zhgënim. Sigurisht. E na duhet atë zhgënim. Mi u tregu që ato janë të shkuara të harruara. E janë i tash edhe keni pas krejt dyrët e hapura. Na kem nevojë për juve, ju keni nevojë për neve. Nuk po pyesim kush ka më shumë për tjetrin. Se nevojat janë qas të mëdhaja prej neve për ta. Dora për dorën, zemra për zemrën, shpirti për shpirtin, se jemi nes, kemi ku shkojmë. Që është të vërteta, unë profesore tham shpesh në këtë emision, në sidomos në 50 vjetë e fundit, ekzistenca substanciale e këtij veni u varë prej asaj që na ka marrë diaspora. Se na kontrobrum. Diaspora na ka qu pare, na nuk i na shpërngull bashk, i na shpërngull shumë, pas i mi shpërngull bashk. Pastaj në kohën edhe të zhvillimit vendit, se tash këto remitanca, në realitet qeverit është dash veç me i orientu në zhvillim, që ata me pas një feedback për vete, me pa, e me i thonë djallit e qikës, si jënë lerë rrit atje, ata i thonë babë, qa u bo kështu të një jetën atu qu pare në Kosovë, me i thonë, ajo, se i kemi filon vena, përse që po fitojmë që kaqë. Se ai që ta bjen parën ta ka pru zhvillimin. Në zhvillim, do të me përfitu 2 partë. Se ajo është, veç me ta falë, nuk kështu, e mendoj, profesor. Është në ndërmkatet më të mëdhaja, mos përdori fjalë tjetër. Pse mungon një bashkëpunimi 2 anshëm me diasporën, po ajo është vllavi jemër, po ajo është motra jeme. Edhe ai, shiqoni sa shtëpia blehet. Ishim një ditë në Deçan, dajtë e mi. Mbi 1 milion kanë investu në shtëpia, shumica të cilave janë zbrasta. Edhe po flasim me ta. Edhe po maftofin apet. Siguron ati, apet na 1 milion investojmë. Tjera. Kem ka pun tulla mo nuk investojmë. Po, let jetë shoqëria si duhet, edhe let na garanton. Se shumë ma me dëshirë
një diasporë që investon këtu, se sa që shkon në një vend Pa, tjetër. sigurisht. Sigurisht, të gjithë e shohin shpresën, atë shpresë duhet mja bo ashtu si që thoni ju, me një optimizëm 1000% e këtë thonë. S'keni thoni 100%, 1000%. 1000% se s'kem tjetër rrugdalje. Si e shihni bashkëpunimin mes brezave, profesor? Se keni përvojë në këtë drejtim, dhe përvoja e gjeneratës tuaj dhe energjia të rive tani. Po shqyqa, çdo herë ka ekzistu lufta mes brezave. Jemi të sinqert. Është edhe ai filozofi grek, para 2000 vjetë, që thot, jemi dëshpëruar në rininë e sodit, rinia s'ka me pas ardhmëri, s'ka me pas, po kjo është që 2000 vjetë. Edhe ne që ashtu nga herë na duket që rinia, edhe une, kur jom rrit në atë kohë tashmuj me thonë kështu ashtu, po mendojsha me krejt shokët e mi, unë kom kry fakultet, baba është i pa shkollë, unë e di ma mirë se baba. Është një vazhdimsi. Por, tash e kem kuptuar dhe do e kuptojmë që nëse kinezët mburen me Konfucin, që u konë para 4000 vjetëve, nëse grekt, asë një fjallë për asë një filozofit nuk e hekin, edhe ne duhet atë menqurin popullore, që është menquri shekullore, të shfrytëzojmë shumë ma shumë. Se në ato menquri, ekziston një filozofi e përjetshme, ekziston një shkollë e përjetshme. Po që duke se ka mbet përjetësisht të i sot. Po, do më thonë, ka vlera. Edhe tash, ka fjali popullore që një roman duhesh me shkru. Fix. Edhe, po Anton Qeta me një fjali e thojke. Edhe një në shprejt për shumë që pun kujtojt ka qenë, as me miq, as me anë miq, gojen mos e fliq. As me miq, as me anë miq, gojen mos e fliq. Profesor, kur synon rrugtimin për në parlament, e që unë dëshiroj në Unë gjithë do të verzion. mbri ato, do të mbri. Do t'jem antari kuvendit. Këtë optimizëm e duhet të ma të profesor. Kjo e, sa e mirë. Me gjitha të përsëri insistohet, në media, insistojmë ka një pyetje kështu, po si do të ndjehet më ndryshe prezenca jote në parlament? A me zërin e fuqishëm, me përvojat që do t'i përcilni, me kërkesat, me propozimet, me punët ekipore? Do të mundohen atë gjithat. Tosh, në përndo një projekt, ku që nduhet, ministrit e arsimit do t'i shkoj çdo ditë në zyre, e po llogaris se jam këmgullës në ato. Sikurse, në atë kohë për pajtimin e gjaqev, se s'kem lanë gur pa levizur, edhe nëse për shembull na ka desht Naimi me fal një gjak. Naimi na thoi ke jo. Na pyetshim kush e ka shok Naimin, kush shoqërohet më shumë ti? Shoqërohet doktor Iliri. Shkojshim te doktor Iliri. Doktor Iliri në shtishim me fol te Naimi. Nëse s'kish sukses, qyshim apet me kënd shoqënohet, qysh, kënd e ka kushëri, kush ndikon. Çat përvoj, s'do të la guri pa lëviz. Për çfarë do projekti që e kam? Ose unë besoj që si deputet, edhe njerëz në rrugë kanë më ndalë me thonë e kem qetë projekt mirë. Edhe me ta kom e shku te ministri, i arsimit, i ekonomisë, i tjetri. Se nga njëherë ta ministrat janë të zanun e harrojnë, po duhet shpesh me u rikujtu, është projekti i mirë. Besoj që do të kërcënohen edhe me media, edhe jo do të kërcënohen, po do t'i thomë, nëse që ky projekt nuk realizohet, që është i mirë. Unë dalë kallëzoj bile. Po, ose jepe arsyetimin pse s'po. Jo vitin tjetër, jo vitin tjetër. Studenta do më si vjet. Vitin tjetër flasim për projektet e vitit tjetër. Si e sheh Kosovën në zhvillimin e saj mas një 5-10 vjet? Se tash ka zhvillime më të shpejta, më energjike, më nuk mund me thonë fulminante, ju themi nuk mund me thonë si Zvicra, po dallimin mes neve dhe Zvicrës do të zvoglohet shumë. A do të zvoglohet shumë? Do të zvoglohet shumë. Profesori optimist, e që na ka thonë do t'lim parlamentin. Ne prej zemrë të urojmë sigurisht rrugtim të mbarë në këtë drejtim. Po, cili është mesazhi juaj për qytetarët në përgjithësi, thjesht për Kosovën, për vendin, për zhvillimin, për jetën? I kisha lutë, tregojshin se ne prej Anton Qetës flasim ka pak edhe me këto tregimet e vjetra, me pas luftës një Amerikan, del me njenin, punëtori, edhe një përktys vetin edhe do me blendi Boston. Edhe ku shkojnë taj që shet Boston, ky thot, është një Amerikan, edhe e merr kështu që është na i mshojnë Bostonit. Edhe ja zgjedh një, kjo Amerikani e pyet çka? Çka po bën? Thot pe zgjedh Bostonit, thot qysh po, pe zgjedh Bostonit.
i del Bostani mirë. Shkon edhe të nesrit i del i mirë. Shkon edhe të mas nesrit edhe i del i mirë. Edhe i thot këti përkthysit, më në shtu të qka, do të kishit ju mi zgjedh politikajt, që shpi zgjedh shrit Bostona, kishit mi pas punë shumë ma mirë. Ka përësit mundësisht, kur shkoni të kutia votimit, mendoni kush prej tyre do i kontribon Kosovës mas shumëti. Edhe Kosova do të ecë përpara. Jo konde kom djallë tezës e të halës e të miqës. Shiqoni listën, ka njerëz të shkelqyshim aty, edhe pyetja kryesore, që ja bani vetit është, kush prej tyre do i kontribon Kosovës. Profesor i nderuar, familja juaj përbëhet, folëm edhe për Tringen, për Drinin e Rinën dhe zonja juaj? Shpresa. Ajo i ka meritat kryesore për fëmijë. Pikërisht të doja ajo i ka, po nuk do në me dalë televizor. Sigurisht ka hjek mas shumë të vejnë. Po, se unë me aktivitete, me si na burrat që... Po ju ka suportu, nuk është tanë ku, Ja kur edhe. Fëmijët i ka njërën fëmijët, prindë e mi, unë kur borgja saj si dalë. Se është një bashortë ideale. Shpresa të përshëndesim e të përqafojmë për këtu dhe do të përfasëm. Profesor, po këto pajtimin e gjaqeve pak, du të aprikë edhe këtë temë, se na jemi në fund në realitet, po më banë përshtypje, se ka funksionu si kur të ishte një kushtetut me vete, si kur të kishte një statut me vete, si kur të kishte regulore me vete. A i keni shkru në këtë forma vonë? E kemi arrit që populli me na besu. Kemi qenë ndershëm. Tregova për para që s'mundet kur kush me thonë. Edhe kur të beson populli. Populli e donë shumë Kosovën besim. Kemi një popull, mos me thonë, madhështor. Po është ma shumë se madhështor. E binde ti që e ki të mirë për Kosovën. Ona i ma bazi, a i ka me ta thonë shpirti. Edhe e ka pa në fillim që është për të mirën e Kosovës. Për që ata i kanë falë gjaqit. Nëse ne arrim një ndërshmëri të tillë, tani me zbatun parlament, keme pa çfarë populli keme. Nevojitet ky vullnet, apo? Po, është i domosdoshëm. Edhe pse kemi falë gjaqet, thash, kur populli i shet që to veçoritë njerëz, është gjendje çdo gjame, po. Na jem veçoritë njerëzore. Na kemi një popull të mrekullueshëm. Ky humanusi me qenë tamam humanus. Po. Pa atë pjesën e ertë, homo homini lupus est. Ju mjek t'i dini këto ma mirë. Shumë ma mirë, mend sana, incorpore sana. Mendje shëndosh, se do të kemi edhe trup shëndosh. Po, edhe do të kemi një Kosovë shumë të shëndosh, edhe një Kosovë shumë të përparume, që ka me qenë knatësi me jetu në ta. Kësaj rrugë ju keni me shumë pozitivitet, me shumë optimizëm, me shumë dashuri, edhe ne kemi shumë dëshirë që të realizohet kjo, edhe të urojmë punë, rrugtim e suksese në këtë drejtim. Faleminderit Naim, po mos ta kishe pas këtë pozitivitet ti, që sa vjetë për mbanë Odeoni. 16? Me pa fillu, me thoni, kom dërskom, ca këto, e kom ato, e kom këto. Ku ishim në sot? Jo. Mirë është mësë me mendu ashtu. Ma mirë le të mendojmë, pse themi mirë mëngjes? Se dalim, mirë mëngjes, mirë dita, mirë mbrëma. Edhe se themi veç një shqiptarë, po në për flasë Shqip, e thët gjithë njerëzimin botë, e se e donë të mirën. Mirë është e mira me dominum mbi të keqen. Dhe edhe njëherë nga zemrat falenderoj që ishë mësafir, profesor i nderuar, shpresoj që të kemi dhonë pak mbështetje në shpalosjen e atij libri të jetës tënde, që si profesor, e si njeri, e si baba, e ke shkru mirë deri më sot. Faleminderit, profesor, ishte kënaqësi. Faleminderit.